Unë jam shumë e qartë, kur them edhe në këto komunikimin tonë të brendshëm, por edhe në raport me aleatët tanë evropian, që këto masa janë të pakuptueshme dhe janë të padrejta. Mirë po, kur do të arrijë Bashkimi Evropian të gjejë rrugën për heqjen e tyre, aty është një përgjegjësi e cila i mbetet Bashkimit Evropian dhe aty ne nuk mund të kontribuojmë. Ne e dimë që situata në veri të vendit tonë asnjëherë gjatë viteve të fundit nuk ka qenë më e shtensionuar se sa në këto momente. E kemi gjetur situatën në veri me barikada, me dhunë, me targa të cilat nuk janë konform ligjeve tona, me pasaporta dhe letërnjoftime të cilat nuk janë konform ligjeve tona. Sot kemi një situatë krejt tjetër, ku jo pak qytetarë sërbë të Kosovës, të cilët unë i takoj, dhe unë takoj kryesisht gra, më thonë që ndjen të çliruar nga tensioni edhe nga terrori me cilin janë ballafaquar nga bandat ilegale. Mirë po, situata ka ndryshuar rrënjësisht në veri të vendit tonë. Nuk është vetëm që janë marrë disa masa të cilat kanë qenë simbolike, situata kur, me përgjegjësinë më të madhe them, kur gjatë viteve të fundit nuk ka pasur më pak tension se sa që kemi gjatë këtyre muajve të fundit.